Përshëndetje të dashur miq të InfoWeb Medias. Jemi në fundvit dhe padyshim që kjo është periudha më e bukur, por edhe intensive e vitit. E në fakt ne në media kemi bërë traditash më që në fundvit ekspozojmë ato personazhe të cilët kanë spikatur për gjatë gjithë vitit që ne po mbyllim. E në fakt ky nuk mund të ishte veç se viti i saj për shkak edhe të angazhimeve dhe dinamikave të forta që e kanë shoqëruar për gjatë vitit 2025. Kam kënaqësinë, zonja dhe zotri, të kem të ftuar doktoresh Zheni Gjergji. Doktoresh, faleminderit që jeni me ne. Falenderoj që jeni edhe ju me mua. Në fakt keni qenë një suport i vazhdueshëm, jo vetëm i imi si person, por i gjithë qytetit me vlerat që keni përçuar për qytetin tonë të dashur. Le ta themi hapur për shikuesit tanë. Fillimi i vitit ju pa si një nga ato personat më aktiv në radhët e opozitës. Mezi vitit disi më të tërhequr dhe më në ekuilibër, por gjithsesi e vendosur për të shkuar punës suaj deri në fund për atë të cilët qytetarët e qarkut të Elbasanit ju kishin vot besuar para 4 vitesh. Ndërkohë, surpriza më pas erdhi në fund të vitit, kur ju besua një detyrë shumë e rëndësishme, ajo e drejtimit të një prej institucioneve më të rëndësishme lokale në Elbasan, kryesimi i qendrës spitalore Xhafer Kongoli. Personazhi i vitit në syrin e medias, po për Zheni Gjergjin, si ka qenë 2025-a? Në fakt, një vit plot sfida, emocione shumë të forta, por ajo që nuk më ka tërhequr asnjëherë përballë gjithë këtyre sfidave shumë të forta, personale, familjare, profesionale, politike, ka qenë vetëm një gjë. Ndeshmëria ime përballë qytetarëve të Elbasanit. Çdo detyrë që kam pasur në jetë, por edhe angazhimi gjatë 2025-s, por edhe angazhimi si politikane në fakt, ka qenë i ndershëm. Unë i kam parë në sy qytetarët e Elbasanit dhe jam përpjekur vazhdimisht që me dashmërinë time t'i përfaqësoj ata. Politika ka zhvillimet e veta, të vrrullshme, ndonjëherë dhe zhgënjyese, ndoshta rasti im, por unë besoj që nga ajo politika më dalur ballhapur. Vazhdoj ende të eci në qytetin tim, në rrugët e qytetit tim ku jam rritur, ballhapur, ti përshëndes qytetarët e mi, bashkëqytetarët e mi në fakt, ata të cilët më kanë mbështetur vazhdimisht në rritjen time, si njeri, si Zheni, si familjare, si nën, si doktoresh, edhe tani si një politikane në fakt në këto vitet e fundit. Sfidë. Politika ishte një sfidë e vështirë, për cilën shpesh herë bëj pyetjen vetes, a bëra mirë që u angazhova, a duhet isha unë politik apo duhet të mbetesha një profesioniste. Në fakt, fatkeqësisht, edhe pse u angazhova në politik, nuk u ndava dot nga profesioni im. Gjysma ime vazhdonte të ishte mjekësia. Bëra mirë. Në fakt, unë kuptova që njerëzit profesionistë duhet të jenë pjesa më e rëndësishme e politikës dhe i bëj thirrje në fakt çdo të riu, e veçanërisht në fakt çdo gruaje ta angazhohet fuqishëm në politikë. Një grua, një nën, një profesioniste e mirë e ndryshon qasjen e politikës. Çfarë note do t'i vijë 2025-s? Për vete? Patjetër. Ndoshta një 8 do t'i veja. Kisha shumë lëkundje, kisha shumë vendime të rëndësishme, duhet e heshtja atëherë kur në fakt shpirti duhet fliste, ose e vërteta duhet fliste në fakt, por kam ditur të hesht. Jo të hesht se nuk kam ditur të flas, të hesht që mos prish ekuilibrat e qytetit, që natyrisht nuk prishnin mirëqenien e qytetit, ishin ekuilibra mes forcave politike, mes njerëzve në politikë, për të mos i thyer ata, për t'i lënë ata të angazhohen dhe për ta kuptuar vetë nëse politika kërkon ndryshim. Kërkon ndryshim si majtas, ashtu edhe djathtas. Duhet jetë ndershme dhe duhet i flasim ndershmërisht qytetarit. Nëse nuk do arrit ta bëj këtë, atëherë asnjëherë nuk do të kemi të mira që do të përkthehen për shoqërinë dhe për qytetin tonë të dashur. Në ditën unë e mbaj mend shumë mirë që juve njoftuat vendimin për të pranuar drejtimin e spitalit rajonal të Elbasanit. Dishe një lumë komentesh vërshuan jo vetëm në rrjetet tuaja sociale, por edhe në mediat që transmetuan lajmin. Nuk di, si kanë qenë këto reagime brenda pritshmërive tuaja, ka pasur ndonjë mesazh që ndoshta ju është skalitur thellë në memorie dhe që do duhet kaloj kohë për ta harruar? Të them të drejtën, isha përgatitur që do të kishte më shumë mesazhe negative.
pasi shoqëria jonë është shumë e ashpër. Kur ti ndërmerr një hap jashtë politikës, një lumë mesazhesh, unë kam provuar edhe gjatë këtyre 4 viteve të kesh lumë mesazhesh negative dhe nga njerëz që nuk njohin fare, që s'kan lidhje me Elbasanin, që nuk të njohin si personazh, vetëm se ti ndoshta i ke tradhtuar, por në fakt nuk i ke tradhtuar, por ke vendosur të largohesh nga politika për arsye të ndryshme, për të cilat nuk e vlen sot të diskutohen. Ajo që unë kam përshtypje është që mesazhet pozitive dominuan, sharjet, fyerjet, diskriminimin e një gruaje, kanë qenë një emocion shumë i fortë për mua. Familja ime dhe vajza ime vazhdon të jetë mbështetja ime më e fortë. Shpesh më thonë mos i lexo, por në fakt doja t'i lexoja, doja të mësoja edhe nga ta. Ndoshta ku ishte gabimi im, ndoshta unë kisha marrë një vendim të gabuar. Por thash që në faqen time komentet ishin mbi 95% pozitive. Ata më thanë krah që unë të vazhdoj. Kam vetëm një mesazh që do dua kohë ta harroj nga një miku im, por që nuk është mik në fakt. Se miqtë ta thonë të vërtetën në sy. Miqt, kur e din të vërtetën nuk mund të shkruajnë pa emër, po duhet të etiketojnë dhe nuk mund të prekin familjen. Babai ka qenë figura që unë kisha shumë frikë që mos prekesh në këtë situatë. Një mesazh për mua jo dinjitos, e preku atë, por unë edhe sot që flas, dua t'i them që unë jam shumë krenare që jam bie Stefan Bebit. Në fakt unë e di, po nuk dua të hy fare kësaj historie, sepse sot jemi për gjëra të bukura. Patjetër. Dhe ky do duhet të ishte ndoshta mesazhi që duhet t'i japim edhe qytetarëve që po na ndjekin. Ju e cekët në fakt në fillim, por ku Zheni Gjergji e gjen veten më së miri, është më komode, ndoshta kur nuk do ta ndërroj atë pozicion. Kur është ndjer më e vlerësuar, në politik apo në mjeksi? Nëse do të kishim atë shkopin magjik, ndoshta edhe për ta rikthyer kohën pas. Në mjeksi, si mjeke. Përpara se ja bardh është vendi ku unë jam e qetë, e sigurt, e vlerësuar, jam unë Zheni. Dhe mbi të gjitha në qytetin tim në Elbasanin. Kam pas shumë oferta që ta lej Elbasanin, qoftë edhe si mjeke, që t'i bashkohem që në spitalore universitare, prej vitesh. Asnjëherë nuk e kam bërë, kam menduar që duhet ta jap kontributin tim në këtë qytet. E vlerësoj qytetin tim vazhdimisht, është një qytet me njerëz shumë të mirë, shumë të kulturuar, që fatkeqësisht asnjëherë nuk promovojnë veten e vet. E lejnë kështu në heshtje, kanë bërë gjëra të mëdha për qytetin. Dhe është një qytet me tradita arsimore, kulturore, të cilat nuk duhet i harrojmë, duhet i përcjellim në breza. E ndaj kam vendosur që këtu në shtëpinë time, në Elbasanin tim dhe në spitalin tim, do thoja, pra me përparsen e bardh, unë jam Zheni. Unë jam Zheni. Ju thatë në fakt që ju kishin munguar pacientët në këto 4 vitet e fundit apo jo? Po, kam përshtypjen që atë lidhjen e mbajtë disi, nuk u shkëputet 100% apo jo? Asnjëherë në fakt, asnjë ditë. Unë u angazhova vullnetarisht të vazhdoj lidhjen me pacientët e mi. Asnjë ditë, asnjë sekond, sepse telefoni ka qenë i hapur, unë nuk jam ndarë nga to, dhe ndoshta ato ishin burimi kryesor që unë jam këtu sot. E në fakt ata që ju njohin nga afër, ju njohin si një njerëz shumë human. Duket sikur e keni atë përgjigjen pozitive edhe për ato momente që ndoshta është e vështirë t'ia thuash pacientit që realisht situata është mirë. Nuk e di, nga ju buron humanizmi dhe në këndvështrimin tuaj, sa e rëndësishme është që një mjek mbi të gjitha të jetë human? Në fakt kam pasur fatin që të jem studente e viteve 90-95, ku ende në Universitetin e Mjekësisë, por edhe sot në fakt vazhdon aty një traditë shumë e mirë edukimi, të kem pasur zëra të fuqishëm, profesor, figura të ndritura, që fillonin nga Ylli Popa, që vazhdonin pastaj me profesor Nestor Thereskën, profesor Alketa Koroshi, Mihal Tasan, deri ke më të reja profesoresh Margarita Gjata, Alma Idrizi, Zonja Strakosha, të cilët në fakt hap pas hapi na edukuan ne që figura e mjekut duhet të vishet, jo vetëm për një betimi që ti e lexon, atë duhet ta ndjesh. Dhe që të jesh një mjek, më kujtohet këshilla e një kolegu tim, tashmë është koleg me mua, është mjek në Elbasan, atëherë ne ishim gjimnazist, ai ishte pak më i madh se unë, miq të familjes, dhe më thotë që Zhen, ku do shkosh? Mi kam thënë atëherë jam përgjigj që unë dua të shkoj në mjeksi. Të jap një këshill, më thatë që ti duhet të lexosh shumë këtë vit, unë isha maturante, sepse kur do shkosh në mjeksi ti nuk do kesh kohë të lexosh. Do më moroj se një këshill në fakt që më tha që një nxënës e mirë duhet lexoj, një student ai. Vite më vonë, kur unë kërkoja të merrja doktoraturën, në një bisedë me profesor Nestor Thereskën,
më thotë që je ende re, unë isha atëherë afërsisht 30 vjeç. Dhe më thotë je re për ta marrë doktoraturën. I tham, profesor, po ju keni firmosur dhe keni dhënë rekomandime për mjek më të rinj se unë. Po pse mua jo? Sepse ty të kam i keshta dhe ti duhet formohesh. Dhe ai më tregoi eksperiencën e vet që e ndante me profesorin Lipopon, që çdo të hënë ai u jepte atyre një titull letrar, dhe pastaj të hënën tjetër e diskutonin bashkë dhe pastaj i jepte një titull tjetër, që ishte letërsi shqiptare, si Kadareja, letërsi ruse, se ato vite ishte letërsia ruse, ishte frënge, dhe kjo histori kishte zgjatur 3 vjet, dhe mbas 3 vjetësh ai kishte thënë që ju tani jeni gati për të bërë doktor shkencash. Natyrisht unë preka sepse nuk mora firmën në atë moment, por pastaj me vitet, kur unë natyrisht fitova titullin doktoresh shkencash, atë e kisha në krah profesorin Thereskën, si gjithë profesorët që përmenda më sipër, dhe sot që kam fituar këtë eksperiencë time profesionale, them që një mjek që të formohet, që të ketë humanizmin, nuk duhet të lexojë vetëm mjeksi. Ajo është pjesë e pandare jona, çdo ditë me email dhe mesazhe, botime, ti nuk ndahesh dot nga mjekësia, por që ta formosh shpirtin tënd të butë, të pastër. Ta veshësh me humanizëm dhe dashuri, duhet të lexosh dhe duhet të formohesh dhe nga ana letrare. Dhe unë besoj që është shumë e rëndësishme. Unë e kam ndjekur këtë këshill të them drejtën, edhe nga familja, për shkak edhe të prindërve që ishin mësues, po kjo e profesorit ka një gjumë të thellë dhe shpesh ja u them dhe studentëve të mi, që ne nuk mund të bëhemi human nëse nuk lexojmë, nëse nuk respektojmë dhe nuk mbushemi të tërë. Momenti që u rikthehet në spital, këtë herë jo në pozicionin e mjekës, por të drejtueses. Si vetë stafi ju priti, si ishte ai moment? Në fakt, stafi duke më njohur prej vitesh, e kam pritur shumë mirë. Stafi infermieror, kolegët e mi mjek, po edhe administrata, sepse ata besonin që një mjek në krye të një institucioni di më shumë, se do të ndihmoj ata për të sjellë edhe risi në shërbime, në cilësinë e shërbimit, po edhe në shërbimet të reja që ne do kemi në plane afatmesën për të shtuar qendrën spitalore, por edhe për t'i dhënë një suport gjithë administratës që të bëhet një në fakt dhe me ekipin e mjekëve. Ajo që kam vërejë është që ka një ndarje disa administratës edhe ekipit mjekësor. Ndonjëherë duket sikur shikojnë si armiq me njëri tjetrin, në thonjë za për shkak se administrata planifikon, ka buxhetin, që në fakt nuk është gjithmonë i mjaftueshëm, sepse ndryshon dinamika e sëmundshmërisë së popullatës nga viti në vit, dhe mjekët që kërkojnë të kryejnë sa më shumë shërbime dhe pacientit. Ka një përplasje, dhe këtë element po përpiqem shumë që ta ndryshoj që në momentet e para, që të krijojë një ekip që të jetë një, ta mendojnë njësoj, si administrata edhe ekipin mjekësor, të jenë një në përballjen me pacientin edhe me cilësinë e shërbimit. Ju në nisje të kësaj bisede, në fakt përmendet që sistemi shëndetësor në tërësi, por jo vetëm në Elbasan, ka problematika. Po ndoshta, cili është ai angazhimi personal që ju si drejtoresh, pra Zheni Gjergji, ndoshta sfidon dhe vetën dhe thotë që të paktën, për sa kohë unë jam në krye të spitalit rajonal të Elbasanit, të paktën deri në momentin që do largohem nga këtu, do të kem mbyllur këtë çështje ose do t'i kem dhënë përparësi këtij segmenti. Endela, nuk ka vend në gjithë botën që sistemet shëndetësore nuk përballen me vështirësi. Tash dinamika e zhvillimit, sëmundshmëritë me vite, arritja e jetëgjatësisë, dhe asnjëherë nuk mund të pretendojmë që do t'i kemi të gjitha ato çka i duhen një mjeku. Një mjek lexon, futet një medikamentari, kërkon ta ketë, por nuk mund ta ketë pa u miratuar në protokollet që ne diskutuam pak më parë bashkë. Pra, gjithmonë do ketë sfida. Ajo çka dua unë për qendrën spitalore Elbasan, në fakt është që vërtet kthehet në një qendër të ketë disa shërbime ekselence, që nuk i ka. Çka do thotë që një pacient nuk shkon më në QSOT, po mbyllet brenda qendrës tonë spitalore. Ta fitoj këtë status të vërtet me 2 ose 3 shërbime. Më vjen keq që nuk e ka fituar gjatë këtyre viteve. Ka disa spitale rajonale, si Spitali Rajonal i Shkodrës, që është një shembull, që ka futur shërbimin e kardiokirurgjisë, shërbimin e neurokirurgjisë. Ne nuk është se nuk kemi aftësi. Thjesht është një qasje të cilën unë dua ta ndryshoj me çdo kusht për qytetin tim. Ka një karakteristikë Elbasani duke qenë edhe në udhëkryqjen e rrugës Korç-Tiranë, pra është një rrugë që ka në fakt aksidente, trauma. Do doja që shërbimin e traumatologjisë dhe të ortopedisë ta kisha një shërbim, pra të kirurgji ortopedisë, ta kisha një shërbim ekselenca, ku asnjë pacient mos shkojë më te spitali i traumës, po gjithçka të mbyllet brenda
qarkut ton, pra qendrës tonë spitalore. Dhe natyrisht pastaj do doja që të kishim edhe një shërbim tjetër, meqense onkologjiku sot është në fokusin kritik të medjave, por është dhe sot në fokusin e ministres së re, cila vjen nga kjo fushë dhe që në momentet e para ka sjell ekipe për të marrë problematikat që ka shërbimi onkologjikut, nuk është shërbim të ne, në fakt është një repart onkologjik. Dhe në fokusin tim do të jetë edhe onkologjiku për ta kthyer në një shërbim, ndoshta onkohematologjie, që të ketë mundësi të fitojë statusin e vet, ka shërbimet kanë status të veçantë krahasuar me repartet, dhe të ketë mundësi shumëllojshmërie, skemash terapeutike, jo vetëm paliativ, por edhe kimioterapia të formave nga më të vështira për të kryer në Spitalin Tonë Renal. Kështu që unë besoj këto dyja do të ishin fokusi im në një afat mesëm të drejtimit të kësaj qendre. Kalojmë tek një pjesë më soft, më e butë, meqense jemi në prag festash. Gjeni në familje, marrëdhënia me bashkëshortin, fëmijët, nënën, nuk e di, ke preferuar në familje të jesh ajo bashkëshortja, nëna ndonjëherë bëhesh shpesh edhe ajo mjekja, por ndoshta edhe pak autoritarja për shkak se edhe politika ka bërë të sajën, nuk e di si të lexojnë në shtëpi. Në shtëpi, unë jam ajo që mungoj më shumë në fakt, ka munguar gjithmonë për shkak profesionit. Me roje, me shërbime 24 orëshe. Por mbështetje më e madhe në fakt në familje ka qenë bashkëshorti, i cili gjithmonë ka nxitur që unë të eci përpara. Ai është pika ime ku mbështetem çdo ditë, të cilën e falenderoj shumë. Pastaj janë fëmijët, që në gjithë jetën e tyre, tashmë janë rritur, nuk kanë sjellë probleme, por kanë qenë edhe ata një mbështetje për mua, pse jo unë kam qenë pak shembull për ta, sepse këto dy kanë zgjitur rrugën e mjekësisë. Tashmë janë rritur edhe herëkisht jashtë e kam më pak prezent, por gjithsesi në ato telefonatat e gjata që bëjmë bashkë, ai gjithmonë më shikon si mjeke. Asnjëherë nuk më ka vlerësuar si politikane, nuk e ka njohur pjesën time nga afër. Ndoshta ai nuk i dëgjonte as fjalimet e mia. Ndërkohë që konsultat, sepse edhe ai është urolog, për mjekësinë ne i kishim gati çdo natë në telefon me njëri tjetrin. Klea jeton këtu, ka qenë më afër politikës, edhe më ka mbështetur shumë. Ndonjëherë kur kemi debate në familje, qoftë edhe për një gjë që ne duhet ta vendosim si duhet ta bëjmë, më thonë me të qeshur që nuk jenë politik, këtu do të zbutesh pak, domethënë, mam, do ta vendosim kështu. Por gjithsesi në fakt janë marrëdhënie, unë i kam konsideruar si shok. Asnjëherë nuk i kam ndarë nga vetja, u kam thënë gjithmonë të vërtetën. Dhe ata janë rritur me mua, unë jam bërë nën shumë e re, po edhe Hergi dhe Klea janë rritur me mua. I kam trajtuar si shok me vetëm arsye, jeta shumë e vështirë. Ata duhet ishin fëmijë të mirë për përballuar jetën. Unë gjithmonë them që një fëmijë që trajtohet si një mik, si një shok në jetë, natyrisht duke edhe kritikuar, po me forma të buta, bëhet i mbar, jo se ti e suporton, por se ti e ke në krah. Dhe ai ka shembullin tënd dhe çdo prind të shembull për fëmijën e vet. Edhe ai që punon, punëtori, që ka një punë që ndoshta të tjerë mund ta quajnë të rëndon, por shumë i respektuar në shoqëri, ne jemi një hallk dhe pa njëri tjetrin nuk mund të funksionojë, është shembull për fëmijën e vet. Edhe ai përpiqet maksimalisht që fëmia vet të rritet, edhe unë them që ne jemi shembuj të tyre, e duke i trajtuar si shok, rritemi bashkë me ta, ata rriten me ne dhe bëhen në fakt shumë të mirë. Kështu që marrëdhënia me to është e mirë shumë tani. Kam dhe maman, edhe ajo është një mbështetje për mua. Në fakt ajo nuk ka pranuar të jetojë me mua këto vite që është vetëm, por gjithmonë është aty kur ti ke një nevojë, mi bie derës edhe ajo më thotë si e zhen. Ndonjëherë lexon komentet, ka emocione, por është aty dhe thotë vazhdo përpara shërbigu qytetarëve, mos lexo dhe mos dëgjo askënd. Po zheni si gjyshe, se ishte një lajm në fakt që jeni bërë gjyshe së fundmi. Po, është një ndjesi krejt e re. Theodor Henrik Gjergji është një pçajim i parë, është një emocion i pafund. E kam larg. Shpesh ndonjëherë them bëm mirë që fëmijët i kemi çuar larg. Kam 2 vjet që i them Hergit, ktheu. Vendi jon me gjithë problematikat e shumta që ka nevojë për të rinjtë e mirë formuar dhe shpesh ja bëj thirrje, tash ja bëj dhe nëpërmjet ekranit që duhet të mendojnë dhe të kthehen në Shqipëri. Për të investuar këtu sepse dashurinë do ta marrin më shumë se sa në një vend huaj ku sakrificat janë mëdha. Theodor ishte një fëmijë i voçkël, i mirë shumë. Më kujton
atë periudhë të jetës time të cilën unë nuk e gëzova dot Hergin, sepse isha studente atëherë kur kam lindur, edhe kur e shoha shumë duket se kur kam Hergin në duar, është një dashuri e pafund dhe uroj të gjithë nënave ta provojnë ose zonjave që ende janë si ti për shumë që ke vajza, që të bëjnë një gjyshe se që ka një ndjesi e mrekullueshme. Ne çdo ditë kthehemi dhe themi ku është Teodori, ose çdo natë ngrisemi dhe themi natën e mirë Teodor. E në fakt me qenë se jemi tek kë entuziazmi i familjes, ku do ju gjejnë festat e fund vitit? Një organizim me familjen, do mundet dot djalit ju bashkohet? Jo besoj që do shkojmë ne, ai është i vogël, nuk mund të thoj për shumë orë të gjata, dhe besoj që ne do të jemi këtë vit bashkë me Nipçen në Gjermani. Urimi që ndoshta do kishit në këtë vigjilje festash për qytetarët e qarkut e Elbasanit, por jo vetëm. Një urim zemre do të kisha për çdo familje elbasanase, dashuri, paqe, shëndet. Dashuri për njëri tjetrin, dashuri për qytetin, dashuri për miqt, paqe në familjen e tyre, po paqe edhe në qytet. Ne kemi nevojë, ne jemi të paqë si njerëz, ne kemi nevojë për paqe në qytet. Ne kemi nevojë që paqja të na sjellë angazhime të çdo njërit për ne për ta ndryshuar qytetin tonë dashur, shëndet. Është i rëndësishëm, pa shëndetin asgjë nuk vlen në jetë, të kujdesemi të gjithë për shëndetin, të kujdesemi të gjithë për më të moshuarit në familje, për më të vegjëlit në familje dhe për njëri tjetrin. Çdo jetë vlen dhe ne duhet ta jetojmë jetën ashtu, bukur, bashkë të gjithë për të sjellë të mira, edhe jo vetëm për qytetin, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për njëri tjetrin. Në fakt, kjo bisedë nga fillimi në fund ishte plot mesazhe të bukura, por një mesazh ndoshta që doni ta veçoni si për ta përmbyllur këtë bisedë. Që ka ndoshta lidhje me qytetin e Elbasanit. Do dëshiroja shumë që ky qytet të ndryshonte, të kishte më shumë jetë. Jetë që në kuptimin e jetës njerëzore, po jetë në kuptimin e jetës profesionale, arsimdashëse, kulturore, jetë e tillë që ta bëj bashkë të gjithë dhe mos ta harrojmë njëri tjetrin asnjëherë, që vim nga ky qytet, edhe që kemi këto tradita të mrekullueshme, të cilat nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Doktoresh, unë të falenderoj shumë nga zemra që ky fund vit na gjeti bashk, realizuam këtë intervistë, përcollëm mesazhe kaq të bukura, por mbi të gjitha përcollëm shumë pozitivitet, kam përshtypjen për gjithë ata të cilët do ta shohin në këtë intervistë që ne realizuam së bashku. Ju falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë Endela. E në fakt urimit dhe mesazhit të doktoresh Gjeni Gjergji do doja t'i bashkohesha dhe unë në emrin tim personal, pse jo edhe të Info Web Medias, duke ju uruar të dashur qytetarë të qarkut të Elbasanit, por jo vetëm, gëzuar festat, qoftë të viti 2026 një vit sa më i begat dhe i mbar në familjet tuaja. Bashkë mirupafshim.